Gërhisni natë në gjumë, ja si t'i jep një fund këtij problemi. Nëse gërhisni gjatë fjetjes, ju mund të ndiheni të lehtësuar, por praktikisht ja bëni jetën ferr personave të tjerë me të cilët flini në shtrat ose familjarëve me të cilët ndani të njëjtën hapësirë banimi. Ndonjëherë gërritja është vetëm një çështje e të pasurit një mukus të vogël në hund ose në fyt dhe në këtë rast ka një truk që mund të jetë një test i vlefshëm për të gjithë ju që keni probleme të ngjashme. Shumë njerëz kanë patur rezultate pozitive me këtë lëng të shijshëm, tërësisht natyral anti-gërhitës. Çfarë ju nevojitet? 2 mollë, 2 karrota, 1/4 limon, ginger i freskët. Miksojeni të gjithë përbërësit së bashku në një blender ose në një shtryse frutash dhe perimesh dhe bëni një smoothie të shijshëm. Pijeni disa orë para se të shkoni në shtrat. Do të shpëtoni përgjithmonë nga gërhitja.